Qendra CIDI po zbaton projektin Tia Ardhmja, njojmë dhe promovojnë të drejtat themelore me mbështetjen e Agjencisë për mbështetjen e shoqërisë civile. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i njohurive të të rinjve dhe fëmijëve mbi të drejtat themelore dhe nxitja për pjesëmarrje në vendimarrje. Në këtë kuadër, qendra hartoi broshurën të drejtat dhe lirit në praktikë, si dhe zhvilloi 6 sesione informuese në qytetet e Gjirokastrës, Pogradecit, Elbasanit, Beratit, Përmetit dhe Shkodrës, ku informuan të rinjt për të drejtat e tyre themelore, rëndësinë e angazhimit dhe si dhe mënyrat e vendosjes në lëvizje të institucioneve që mbrojnë të drejtat. Me fokus në aktivizimin e të rinjve për të kërkuar të drejtat e tyre dhe denoncuar në rast të shkelje, qendra CIDI organizoi 6 trajnime 2 ditore me të rinj të këshillave vendor rinor dhe të rinj të tjerë në qytetet e përzgjedhura për zbatimin e këtij projekti. Të rinj të Gjirokastrës, Pogradecit, Elbasanit, Beratit, Përmetit dhe Shkodrës nxitën mendimin kritik, formulimin e problematikave komunitare dhe ju dhanë zgjidhje potenciale atyre nëpërmjet zhvillimit të debateve midis njëri tjetrit. I japim të rinjve zë, ata janë e ardhmja.